Ngjarje tronditse. Fëmia 2 vjeç bie në lum dhe përpihet nga piranjat. Një tragjedi tronditse ka ndodhur në Brazil përgjatë brigjeve të lumit Amazon. Një vajzë 2 vjeçare humbi jetën pasi ra në ujë dhe u sulmua nga një grup piranjash. Përpjekjet e menjëhershme të shpëtimit ishin të pasuksesshme. Emri i vajzës së vogël ishte Klara. Incidenti ndodhi në Goari, një qytet amazonian ku familja jetonte në një shtëpi lundruese me pamje direkt nga lumi. Sipas raportimeve të mediave lokale, shtëpia nuk ishte pajisur me gardhe apo mbrojtje për të parandaluar hyrje në ujë, gjë që çoi në aksidentin tragjik. Në kohën e incidentit, vajza ishte jashtë shtëpisë së shtyllave. Sipas raportimeve fillestare, Klara ra në lum përmes një hapje të lënë të pazbuluar për një banjo. Ajo nuk ishte vetëm, por incidenti nuk u vure menjëherë. Prindrit vun re mungesën e vajzës së tyre vetëm pas disa minutash dhe duke kuptuar rrezikun u zhytën në lum në një përpjekje të dëshpëruar për ta gjetur atë. Kur trupi i vajzës u soll në breg, ai ishte i pajet dhe tregonte shenja të qarta të lëndimeve të shkaktuara nga sulmi i piranjave. Trupi u transferua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime rutinë, ndërsa autoritetet nisën një hetim për të rindërtuar sekuencën e saktë të ngjarjeve dhe për të përcaktuar çdo fajësi të mundshme.